e zuri haku i Elisa Spiropalit dhe Endri Fugës. Ka 2 ditë, mjeshtri i propagandës Edi Rama sillet vërdall si gjërokull me një gazetar të një media europiane Euroaktiv. Nuk po rregullon dot gafat që ka bë Ferit Hoxha. Na lëmi çik te Ferit Hoxha. Deri tani Ferit Hoxha ka pasion kështu ka pasion prapa skene, e shifin vetëm si figurë kur shkojnë ministrat e jashtëm ose kryeministrat e Shqipërisë, ajo është i vjetër që në kohët qeverisë më parshme më duket. Edhe duke si njëri serioz, ma të mjekër një hall, kështu duke si ç'di ky, domethënë, duke si i mençëm. Se është i shprehje që thonë për këta është shumë i mirë kur nuk flet. Edhe Feriti, zoti Ferit, pas ka qenë shumë i mirë sa nuk fliste kur ishte figurant. Tani i shkreti për t'u duk i zellshëm që e bori Rama ministër të jashtëm. Dele në këputa në për Europë, doli edhe i tha marrëveshjen më të rëndësishme që ka bërë Rama, marrëveshje më e rëndësishme për Ramën në aspekt vasalitetit të tij, po më të poshtër se ajo marrëveshje për Shqipëri nuk ka pas njëherë, nuk ka bërë njëri kryeministër shqiptar, marrëveshjen e refugjatëve me Melonin. Feriti thotë atje gazetarit atje që thotë deri në 2030 edhe e mbyllim, thotë nuk e rinovojmë më. Plasi lajmi, u shqetësuan gjitha mediat europiane, u shqetësu vet Edi Rama, si me thoni i plasin dorë budalliku Feritit, edhe u detyru me thonë prap me përsërit një frazë më të poshtër edhe më të ndyrë që mund të thot një kryeministër që po të ketë drejtësinë këtë vend, duhet ta marrën hetim direkt edhe duhet ta shkarkojnë. Ose po të ketë parti ky kryeministër, që është Partia Socialiste, duhet të mblidhej urgjentisht edhe ta shkarkonte nga detyra, sepse Edi Rama ka thënë shprehimisht me vetdije të plot, çat kërkojnë Italia, na do ja japim. E para Italia ka marrë ekstra territorialitet me kampin e Gjadrit, edhe ky nuk ka pyet kërkën. Nuk i bën gjë njëri. As u kujtu njëri që ta marrë as në hetim as në shumë. Tani dele dhe e përforcon, tregon që e ka bë me vetdije të plot këtë poshtërsi, dhe jam gati, thot, që qa do që të kërkojnë prap, mund t'ja jap prap. Pra në qoftë se Italia kërkon ujin e syrit kaltër, siç po përflitet për rajonin e Puljas në Itali, një nga mrekullitë më të mëdha shqiptare do ikë në përdet dhe do shkojnë në Itali. Nëse Italia kërkon në i copë tjetër Vlorë atje, se me që po marrin këto Trumpit, marrë dhe ajo i në qik, ky ja jep. Gjadrin ja ka dhënë dhe vazhdon me këto historira, nuk pyet kërkën sepse është ngusht, është kap në qark edhe do aleat, dhe aleatët i blen me pronën e shqiptarve, me pasurit e shqiptarve. E shkarkoj Elisa Spiropalin vetëm sepse ajo nuk e mbrojti, nuk tha në Bruxelles edhe në Berlin, si që thoshte Feriti, sot se kishte bëj gaf tjetër prap të intervista, kishte thënë që kur e kishin pyet për çështjen e Ballukut, që Shqipëria është pengu për çështjen e Ballukut, nuk po futet në Europë, është bloku procesi i mbylljes së grup kapitujve për shkak të Ballukut. Që thanë, po presim që ta harrojnë Europa, do thonë e trajton Europën kështu. Hoqi Elisën, se nuk e mbrojti, i tha do të përjashtoj nga partia si Cup, i tha njëherë Taulanti, pastaj i tha ky, nuk e kanë përjashtu do. Sepse dhe nuk po e mbyll dot, sa i ikën një gaf, Feriti përsërit një gaf tjetër. Sepse zelli për t'ju servilos shefit të nxjerr të shëmtuar. Edhe Feriti shkret, përveç sa çështjeve që thonë që ka lidhje
me vllajin e Feritit që spaku e drejtësia s'është duke vra menjen fort. Edi Rama filloi me u kap me Edi Vax, që ishte ky, gazetarin e Euroaktivit. Filloi me shkrujt në Twitter, shkru në anglisht kur do me u kap me këta të hujet. Edhe përse ma ja ke nxjerr nga konteksti, do thënë me pak fjalë i tha atij që ke gënjy, sepse ky është mësu me gazetar italian, të cilët për hadër të Melonit edhe për hadër të interesave të Italisë bëjnë sikur i prapsohen një pjesë. Edhe qa bëjnë? Hynë polemika me ata, hynë diskutime, bosi cup diskuton në për mediat e atyre, kur erdhi puna me këtë Edin tjetër, hasin e një hund lesh, i tha i të nxjerrun, tha qa ka thënë Feriti. Edhe ja rasi, ja publikoi atë bisedën e plot që kishte bë me Feritin. Edhe Feriti kishte thënë shprehimisht që nuk do vazhdojnë më kjo intervistë. Masi e pa këtë, ngeli si, falni për shprehje, ngeli si i dhier, mjeshtri i PR-it, bosi i PR-it që kemi ne, dol si langaraq, pastaj e tha i Edi atje ka punë të veta, Edi këtu ka punë të veta, do më thonë u zgërlaq në komunikim. Ky është haku që e ka zënë, njëri Edi duhet bëj atë që dëshiron, dhe Edi tjetër duhet ta duroj atë. Pra i ka thënë që për ty, i ka thënë gazetarit të Euroaktivit, kjo ishte përgjigja e zbythjes, kurse unë thot duhet të duroj ty, do më thënë s'kam çfarë të bëj, se është mësuar në Shqipëri, si langaraq që i kanë kontroll gjithë gazetarët edhe bëjnë çfarë do ky, është mësuar me ca gazetarët kontrolluar nga shoqja e atij që e trajton si gore në për takimet ndërkombëtare, edhe kujtoj se po i hecën edhe me këtë gazetarin tjetër. Por ngeci. Dhe këtu është haku që e ka zënë, haku i endrifugës. Sa që endrifuga këtu, që i bënte PR-in këtij, është e çuditshme, në fakt ky dukej edhe më i ri. Dukej më i ri, dukej më vital, se ai ishte mjeshtër, ishte si Goebbels si ai, për të kontrolluar media, sigurisht negativ, për shqiptarët, për informimin, për gjitha sa i përket lirisë medias, por po themi në llojin e vet për punën që ishte caktuar. Çuditërisht, sa ka ikë ndrifuga, po ta shihni Edi Rama duket edhe si i plakur fizikisht. Pra duket si i rrënuar, duket si se di tani ndoshta ka të bëjë se nuk është fizike çështja, por është çështje psikologjike, çështje perceptimi. Unë kështu e perceptoj, ndoshta kam gabim, e perceptoj si zgërlaqur. Do të thonë ka ngel tani me ai se heq dot Feritin tani se sa e ka ndru. Për PR se merr dot më endrifugën mbrapsht se i ka ikë endrifuga, siç duket i iku kur ky ja futi thikën pas shpinën Erion Veliet. Endri ka qenë mik me Velien, pavarësisht se nuk foli, pavarësisht se nuk e mbrojti Velien, si çdo duhet bënte një shok që kanë ndarë shumë gjëra bashk. Por zgjodhi një rrugë tjetër që iku e la vetëm si qen. Edhe tani detyrohet me ja bë PR-in ajo, si ka ajo goca që dilte ke Qimpeka. Ja harrova emrin, si ja kujtoj dot për çam me tani asaj, por nëse çon si ka. Ajo shkreta ka shku me mësu vet atje, jo të mësojnë këtë, kurse Fuka ka qenë tjetër kalibër. Edhe usuret e pabesisë këtij janë këto që ky duket tani si rrezhnok i vjetër, edhe po i çirret maska në këto. Në fakt ajo që tha Feriti më e rënd se pjesa që tha, që kishte thënë do ndërpresim ato marrëveshje në 2030 me Italinë,
pastaj doli me vrap Feriti mrapa, unë e thash me menjen time, kujtu këtë ne del që është çyryk komplet. Ai është çyryk. Si shante Dibranët këy në fushat elektorale, që thoshe jeni çyryk, i tallte, i përçmonte Dibranët atje. Por në fakt çyrykët, unë nuk e di nga është ky Feriti, se mos është nga libra dhe ky. Por në fakt çyrykët janë shokët e këtij. Ky i ka qef gjithë njerëzit që merr rreth e rrotull vetes çyryk si puna Feriti. Një herë ju dha mundësia me fol Feriti, ta se ka mush 2 muajshin në krye të Ministrisë Jashtme, kalon nga gafa në gaf. Një herë u thotë atyre shqiptarëve të Maqedonisë ne i shan, i ofendon atje nëpër mesazhe telefoni. Pastaj vjen këtu thotë do ndërpresim marrëveshjen me Italinë. Po aty brenda intervistës, se jep intervistë gjatë, i thotë Europa ka nevojë për të reformuar. Kështu ka gjithë jetën. Mendojenin tani sa servil është Ferit Hoxha. Ka gjithë jetën që i punon në Bashkimin Evropian kryesisht. Ka qenë dhe ambasador në OKB, po themi punon në Perëndim dhe kryesisht në Europë. Gjithë jetën që jeton atje, edhe flet me gojën e shefit, që jep leksione Europës, që Europa duhet të reformohet, Europa ka nevojë për këtë, pra jep mend Feriti. Ose ka qenë idiot, nuk e ka pas se ç'a ndodh në Europë, se ç'a është Europa, ose më e mundshmja është kjo, që është servil i pështir i Ramës i shkreti, edhe dele bë nga këto gafat. Përveç kësaj, pastaj i thot ai gazetari, i thot ore për çështjen e Ballukut, i thot se për këtë jeni blloku ju. Ai thot kjo është ka halle tjera Europa, thot është e tejkaluar kjo, do tejkalohet kjo, thot. Domethënë kuptimin do e harrojnë këta. Harron që 9 vende në BE i kanë vënë vult kuqe që nuk kalon për çështjen e Ballukut. Nuk e kanë pa që një nga institutet më serioze polake ishte bërë një artikull ku e zbërthente me detaje ngecjen e Shqipërisë në mbylljen e grup kapitujve në lidhje me integrimin, në procesin integrues në Bashkimin Evropian. Pra e tregonte qartë që thelbi është mos dorëzimi i zëvendëses së Edi Ramës para drejtësisë. Tani që të mos i bim qaf shumë Ballukut, ajo sigurisht është e zonja për veten e vet. Për veten e vet është shumë e zonja. Ka ditë ndryshe nga këta tjerë ta marr peng këtë. Ja ka ditë dobësit. Ndryshe nga çka bë ky me gjithë tjerët që i ka përly edhe i ka marr ky peng, jo ata këtë, Balluku e ka marr këtë peng. Edhe për veten e vet bravo i qoftë, sepse në fund fare nuk i ka bë për vete. Edhe ky nuk mbron Ballukun, ky mbron veten e vet. Po këtu del edhe një për këtë pjesë ka i fare drejtë Rama kur kritikon Europën, hipokrizia e atyre, ja po drejtësia, ja po kështu, drejtësia do ta kishte shkallmu këto lidhje korrupsioni, këtë narkoshtet që po e thonë edhe mediat më të mëdhaja dhe më prestigjioze ndërkombëtare, do ta kishte shkallmu me kohë, po nuk e prek dot se është e kapur. Prandaj se prek dot. Kështu që prallat e spakut, e stër spakut, unë vazhdoj t'i kem neveri dhe do vazhdoj t'i komentoj si të neveritshme, edhe kushdo që e mbron spakun si që janë të europianët e këto. Pra, te thelbi e kisha një te komunikimi, ku ka përfundu tani? Përzuri e ndri fugën, merret vetë si derdime, si galloq me këto që po le nam tani, se s'ka dhe aftësi si duket se e kishte thënë sa i madh është Berisha, kishte thënë sot ja ka plak trurin droga. Nuk e di ja pi droga spis, se kam iden. Ndoshta është deklaratë politike, ndoshta është e vërtet. Por që është i plakur, është i rrënuar, këtë e dallon gjithkush. Dhe kjo, për mendimin tim, ka fillu të ndodhë që kur ati ka i ndri fuga. Sepse me kurimin e imazhit,
edhe një të mbaruar fare e shet. Pra e shet, mund të shesësh, po që i zoti në PR, në komunikim mund të shesësh gomarin për kal. Edhe Endri Fuka ka qenë i zoti, ka qenë aq i zoti sa na e ka shitur, ka shit shqiptarëve, ndërkombëtarëve, një gomar ua ka shit për kal. Nuk po e ofendoj se thot dhe vete, e ka pranuar dhe vetë Rama që jam gomar. Dhe ka përfundu sonde, kur të mbyllni këtë videon time, do shkoni, do e shihni ka shku te Nikol Lesi. Ka bo Nikola se që boj një atje dhe do shkojnë do qajnë te Nikol Lesi, do fillojnë të kujtojnë historit, jo më rafte Sala, jo më rifte ky, jo më rifte ajë, ndërkohë që këtë se ka raf asi njëri, asi njerë politikisht, pa e ka raf se ka qenë kështu rrugaç ordiner, u bite njerëzve më qafë kotë si shtuket edhe pranaj e rrifin atë. Dhe streha e ti tani është, nuk du të them një kalbësir mediatike, por një i ngjashëm i këtij, një plak i lodhur i komunikimit. Sigurisht në kohën e vet ka qenë i zoti, se ka qenë vetëm ai në fakt. Plus që kanë qenë gjithë këta tjerët duke bë gazetën koha jonë, si ishte vetëm Nikola, se bote vetëm. Kanë qenë gjithë emrat që janë shpërnda sot kanë 30 vjet që hanë nëpër banaqet televizive. Kanë qenë gjithë te koha jonë, kanë qenë opozitarë edhe prandaj jo se ishte vizioni Nikolës, se kujton ishte vizioni Nikolës, kishte bë media i para Dritan Hoxhës, e kishte bë media para Aleksandr Frangajt. Aty po shkon sonde, atje do shkojnë sonde Edi Rama, me rregulluj çiki mash, me një vjetërsirë mediatike. Po kthehen edhe një herë në rinin e tyre, 96, 95, 97, kur ka qenë 97, 98, 99, 94, 96, më duket e 97 apo. Po kthehen, por këtë herë si pleq të mbaruar të komunikimit. Të mbaruar, të lënë vetëm, edhe të dështuar në një kohë që din ta perceptojnë se janë të dështuar. Të dy, unë s'kam në gjë kështu me Nikolën, po lëpirja që i po Edi Ramës saj më duket e pështirë, edhe për gjithë ta gazetarët e vjetër, në fakt kushdo që i lëpihet këtij, unë kam për ta thënë sepse ata janë bashkëfajtor në këtë 30 vjeçar të manipulimit dhe shkatrimit të Shqipërisë. Ndoshta edhe ata që janë servilos Berishës, edhe kanë bashkëpunuar me Berishën ndoshta, po edhe këta, sidomos këta, sepse këta kanë pas histori bashkëpunimi, Rama ka pas histori kontrolli absolute të medias, në gjithë kohën, duhen përmend me emra, duhet me u thonë shqiptarëve, këtyre që shohin akoma televizion, hapin dhëmbët duke nejtë në divan me nej batut lodhur që shkoj e thot Nikola atje te Ylli Rakipi. Se këta janë bashkëfajtor me çdo gjë të keqe që i ka ndodhur Shqipërisë në 35 vjet. Dhe atje po kthehet sonde. Të lodhur të dy, të mbaruar të dy, të dëshpëruar të dy, por që po e theksoj këtë pjesë janë akoma ajo që e bën që më pëlqen këtë rast është se u shijon, e ndjejnë dëshpërimin. Edhe kjo është gjë shumë e mirë, pra se janë me në akoma që ta kuptojnë që po shkojnë në koshin e historisë. Janë plak, janë lodh, janë të patakatshëm më për të mashtruar njerëzit, për të gënjur njerëzit, edhe do dalin e do jargaviten sonde me njëri tjetrin aty për historinë e djegjes koha jone na dogji Berisha gazetën, na bëri Berisha gazetë që s'ka lidhje fare. Kanë qenë to frugeçësh ata që kryenin edhe gjëra të tjera.
Kështu që kjo më pëlqen shumë që sonde ai shkon atje, nuk është me Endri Fugën, po është vetëm. Filli katë dhe ka shku në dorë të një të lodhuri tjetër, si që është Zoti Nikol. E gjithë zotrinjt e tjerë si puna Nikolës, që do i themi vazhdimisht, se nuk janë të pafajshëm, po janë bashkë fajtor në mbulimin e krimeve që ka bo politika 35 vjetë në Shqipëri. Sot ata, po e përsëris me ato që e hapa, Edi Ramën i ka plas në dorë Ferit Hoxha, e ka zënë haku Elisa Spiropalit. Se e hoqi Elisa Spiropalit, se nuk e mbronte më, nuk i servilosej më, dhe e dalloj Elisa që ky është i ngordhur, është në ngordhje e sipër, edhe e lëshoj. Prandaj e hoqi, tani ka zor rrota bishtin se nuk e heq dot, është po t'ishte në kushtet tjera. Edi Rama do ta kishte shkarku me sekonda Ferit Hoxhën. Rrezik do kishte thirrë në zyrë, do kishte rraf. Por nuk e heq dot, se po e hoqi do i jap drejt Elisës, edhe këtu është ngusht pastaj. Merr revansh ajo. Kështu që i ka ngel Feriti nder. Endri Fuga si vjen më mrapsh, edhe pranaj ky ka ngel kështu është bë si një viktime lodhur. Shkoni shihni tani ngjonje me se do ngjoni ose s'rrini pa e gjuh, shkoni ngjonjen me prallat me Nikollën. Edhe hajde më komentoni a është kështu siç thash unë apo. Natën e mirë, bëni subscribe edhe abonohu kanalit.